Të gjitha këto i adresoheshin figurës e cila mori pushtet të jashtëzakonshëm edhe kur ishte zoti Veliaj. Zoti Veliaj. Në këtë rast, e gjendur përballë këtij fakti, zoti Rama i gjendur personalisht përballë situatave që me sa duket o nuk di t'i menaxhoj, o nuk do t'i menaxhoj, u vu përballë verdiktit të gjykatës. Institucioni i cili pak e zonja Balluku si funksionare publike që kishte abuzuar për tenderat dhe nga ana tjetër figura e saj kishte probleme në një seri përgjimesh që u bën. Këtu ndoshta është çështje tjetër për të folur për etikën e përgjimeve kanë edhe që jepen medias. Po jo, mund të flasë se është e rëndësishme edhe kjo. Kjo nuk është fare e ndershme. E para sepse organet e drejtësisë duhet të mbajnë për vete dhe duhet të jenë sa më të përgatitura përballë individëve të cilët përgjohen, sepse ata jo vetëm të shantazhojnë, por do gjejnë gjitha mënyrat për të mbrojtur. Por ka dhe një respekt për njeriu që të cilin ti e vendos në hetim. Të them një element për shembull, BBC-a Miloševićit i thoshte zoti Milošević deri në fund, sepse nuk ishte marrë dënim. Kjo është një etik mediale e cila Shqipëria duhet të mësoj shumë. Ata e dinin shumë më mirë se kush ishte Miloševići, ata i vunë dërmën. Se anglezët ishin ata që firmosën në Kumanov. Ajo që themi vazhdimisht duhet të respektosh procedurat. Dhe shteti është procedurë.